Jemi këtu me kryetrajnerin e skuadrës së PES. Coach, you started good the game, but Golden Eagle really had their comebacks, and it was a really close game. But still, you managed to get the win. We did. You know, we talked about it at halftime a little bit. It wasn't a great second quarter for us. Got really stagnant on offense. We were in foul trouble a lot all night, so that had a lot to do with it. And I really felt if we could just get to halftime, a couple buckets down, we could be okay. A lot of poise again the last 2 minutes tonight, like we had in Game 1 against Trepcha. So just real happy for our guys, and you know, we try to keep this thing going. Thank you very much, Coach. Thank Good you. luck in game 2. Atëherë ishim me kryetrajnerin e skuadrës PES, tha që tentuam edhe maksimumin realisht, arritëm që të startojmë mirë, por jo edhe të vazhdojmë në çerekun e dytë, patëm shumë probleme me faulla, gjithsesi e menaxhuam mirë ndeshjen, folëm pas pjesës së parë, diskutuam ato probleme që i patëm dhe jam i lumtur që arritëm që të marrim fitoren. Gjithashtu shtoj që edhe në fund të ndeshjes skuadra e PES pranoi disa pikë të cilat nuk duhej të pranonte, por gjithsesi e rëndësishme është që ekipi PES arriti të marrë fitoren. Paraqasit do të jemi edhe me kryetrajnerin e skuadrës së Golden Eagle Yllit.